Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Maqedoninë e Veriut për të folur të rrallë për një lajm të mirë, pasi profesori i njohur, holumtues në në studimet politike dhe juridike, zoti Bashkim Selmani, ka themeluar një institut mjaft të rëndësishëm për zhvillime ekonomike dhe politike. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Dhe urime për këtë nismë që si duket ka për qëllim krijimin e një elite të re të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Fillimisht ju falenderoj por ashtu për uratat, njëkohësisht edhe për interesin tuaj që çdo gjë e përcjellni ajo që është interesi joni i përgjithshëm publik, kombëtar dhe mbarkombëtar. Profesor, si ju lindi ideja, ne kemi diskutuar dhe për herë të tjera bashku, ju keni dhënë indicjet për këtë projekt tuaj për thithjen e trurit, kthimit në Maqedoni të shqiptarëve që janë të larguar, për atë që thash edhe pak më lart, për një epokë tjetër, për një elitë tjetër shqiptare, për t'i dhënë zhvillim jo vetëm ekonomik, por edhe politik, për t'i ndryshuar gjërat. Është moment i rëndësishëm, nuk është çështje e re, por është çështje mirë studiuar, për sa i përket hapësirës, brenda 2 decenijeve ne dham mundin tonë për institucionet ku përfaqësojmë që t'japim një kontribut shkencor dhe të vlerësohet sidomos mundi dhe inteligjenca e të rinjeve, sepse çdo komp nëse nuk mbështetet në inteligjencën e tij ose nuk e respekton apo nuk lë hapësirë për veprimet e tyre, atëherë ai popull ose ai komp nuk ka nevojë për armiq. Me këtë rast, pra, ne kemi vetë stimulin e gjithë të rinjeve dhe gjëja që më ka motivuar është se unë të vlerësoj me shumë bindje se brenda këtyre 2 decenijeve ne kemi nxjerrë shumë gjenerata, por kur shohim nëpër institucione për sa përket padrejtësive themelore, për arsye se legjislacioni paraqet që gjitha punësimet e reja të bëhet me kuadra të përgatitura me notën mesatare 8.5. Fatkeqësisht këtu kemi mësuar me uljen e notës 9.8, ndërsa me studentët ekselent, pra me 10.00, i shohim të njëjtët ose pa punë ose në punë jo profesionin e tyre. Dhe kjo ka qenë stimuli bazë me të cilën kemi rrumbullaksuar çështjen e institutit dhe kemi menduar, sepse shumë kritika aktualisht ka pasur se ku janë intelektualet dhe pse nuk veprojnë në një gjuhë të përbashkët. Pra kjo nuk do të jetë një institut, por kjo është një thirrje e aftësisë që të detektojnë të gjitha ata të rinj, flas për Maqedoninë e Veriut, që fillimisht do t'u jepemi mundësi që mbas kumtesave, punimeve shkencore, do t'i artikulojnë mbi 25 pikë, të cilat kanë të bëjnë drejt për së drejti, mishtillat bazë, për arsye se Maqedonia e Veriut, shqiptarët duhet ta ndjejnë si shtëpinë e tyre, duhet ta ndjejnë autoktoninë e tyre, po ashtu duhet të respektojnë edhe varrezat e tyre. Fatkeqësisht, duke filluar se legjislacioni dhe kushtetuta e Maqedonisë nuk i njeh këto rrethana, ne kemi vënë 4 shtilla bazë që do t'i realizojmë mbas punimeve shkencore. Pra e para është bashkësovraniteti kombëtar në aspektin kushtetues, bashkëfiskalizimi, gjë që në aspektin ekonomik do të flasim pak më vonë, bashkëbarazia dhe po ashtu pjesa tjetër që është më e rëndësishme, bashkëintelektualizmi, për arsye se në të gjitha institucionet që janë të përfaqësuara nuk janë të përfaqësuara në atë mënyrë që vendet e punës janë të arsyeshme dhe të nevojshëm për këtë kategori që ne e stimulojmë. Dhe mbas këtyre 4 shtillave, ne do të jemi të interesuar të gjitha këto, fillimisht do t'ja drejtojmë ose adresojmë kryeministrit, nëse tek ai nuk do të gjejmë për krahën, atë duhet drejtohemi edhe përfaqësuesve politik, të cilët do të kemi një koncept kombëtar i mirë studiuar dhe do të bëhet një mbledhje ose ti themi kongres i përbashkët i gjithë intelektualëve shqiptar, të cilët dal nga dal do t'ju afrojmë gjeneratave të reja që të jenë përfaqësuese këtyre pikëve. Dhe unë jam shumë i bindur se kjo jo vetëm një qendër e Maqedonisë së Veriut, por ashtu faza e dytë do të jetë krijimi i një biografi ose bibliografi e inteligjencës kombëtare. Unë ju tregoj se vetëm mbi 5 raste kemi studiues nga ekonomia inxhinerike, e cila është pjesë bazë me të cilën janë të magjistruar, të diplomuar, të doktoruar, të cilët do të jenë pjesë e tubimit të trurit dhe inteligjencës kombëtare.
Dhe nga ana tjetër, primati ba, sepse është zhvilluar dhe pse është pagëzuar Instituti për Zhvillime Ekonomike dhe Politike, shqiptarët problemin bazë që kanë në ekonomi, për arsye se si taksa pagues ata janë me detyrime 100%, ndërsa kur bëhet fjalë për të drejtat e tyre, për zhvillimin e tyre, qoftë ekonomik edhe kështu me radhë, do shohim se as 10% nga buxheti i shtetit me investimet komunale dhe kapitale shqiptarët nuk janë të përfaqësuar. Dhe kjo pjesë e bazë dhe dita në aspektin e zhvillimeve ekonomike, paraja ka qëllim që të qarkullojë nga qytetarit tek aparati shtetëror, mbas taksave dhe të rikthehet e njëjta, ndërsa në Maqedoninë veri perëndimore kjo gjë nuk ndodh dhe qytetarët janë të varfëruar dhe çdo ditë po varfërohen. Dhe kur një komb varfërohet, me thënë ai më nuk është në gjendje të mbrojë dinjitetin e vet. Dhe pjesa tjetër në aspektin juridik ne themi se paraja në shërben për ta gjykuar dhe normal se drejt aktualisht që kemi parë ne brenda 5 viteve mbi 12.000 firma ose kompani të vogla ose të mëdha janë të mbyllura dhe mund ta paramendoni vetëm nga një përfaqësues bëjnë 12.000 persona, herët ditë 3, 5, 6, të shtumëzojmë me këta dhe të shohim që fatkeqësisht zhvillimet ekonomike në Maqedoni se përket zhvillimeve të tjera janë të falimentuara. Ne do të bëjmë përpjekje që përveç parave, sepse në aspektin ekonomik paraja ka zhvillime dhe lëvizje të tjanshme, vjen dhe shkon, ndërsa Maqedonia e Veriut gjithë parat i dalin jashtë dhe aktualisht edhe qeveria aktuale, edhe qeveria paraprake do shihni që ne mbi 72% kemi borxh publik dhe kjo nuk kupton që qytetarin e varfëron. Si ta themi më thjesht, për shembull nëse brenda 4 viteve me 1.000 denar me para ton llogaritet kemi marrë 3 qesë ushqimi, sot i marrim nga një ditë çdo ditë shteti na i gutit. Dhe prandaj kjo do të jetë ajo pikët bazë dhe pikë nisje që elementi do të jetë i bashkëbarabartë, si në aspektin e bashkëbarazisë ekonomike, politike, sociale, kulturore, po ashtu dhe zhvillimeve të tjera, mirë po do të jetë figura të reja, të cilët dalë nga dalë do t'i përgatisëm edhe për politikë, edhe për ekonomi dhe kështu me radhë. Profesor, kjo është një rreze shprehëse në një moment kur bëhet pasqyrë mjaft qartë i situatës në Maqedoninë e Veriut, aq më tepër edhe të pjesës së shqiptarëve që ashtu sikur ka ndodhur në gjithë Ballkanin, por edhe atje janë edhe po largohen. Nisur dhe nga rrethanat dhe kushtëzimet e shumta që ju thatë aty aq më tepër që nuk marrin edhe taksa që paguajnë krahasuar me pjesën tjetër. Por si është shpritur, sepse unë shikoj që nisma instituti që ju keni ngritur është shpritur mirë në rrjetet sociale, ka mbështetje. Por tek ajo pjesa tjetër që ju tha do ja paraqesim edhe kryeministrit këtë. Paraprakisht çfarë prisni, pra si është shpritur nga pjesa tjetër? Njerë fillimisht unë i ftoj gjithë intelektualët, mbar kombëtar, për arsye se do kemi dhe një kongres përbashkët, për gjitha problemet që shfaqen tek shqiptarët, së largohen nga pyetja, për arsye se ne jemi vetëm i kom që nuk e kemi shënuar ose nuk e kemi të shkruar për të mësuar gjeneratave të reja të drejtën kombëtare. Ne kemi vlerësime të studiuara dhe shkencërisht të argumentuara dhe të faktizuara, dhe çështja është se ne tash komplet edhe fokusin e subjekteve politike që aktualisht ata luajnë rolin e të pabarabartëve mes të pabarabartëve se kush do të dalë i pari apo i diti. Dhe instituti do jap kaje që det për së drejti të mbijetoj dhe luftoj me të barabartëve dhe mesin të barabartëve për të dalë i pari apo i diti, po jo në mesin e të pabarabartë. Kjo identifikon që drejt për së drejti shtillat bazë që ne i kemi konsolidu, por kur të bëjmë publike ato me këto studiuesit e rinj, fillimisht do të drejtohemi kryeministrin. Nëse gjejmë përkrahje për të pikat elementit e barazisë që përmendën e bashkësovraniteti, bashkëbarazia dhe kështu me radhë, të shtilla bazë janë të parapara në konventat ndërkombëtare, që janë të minimizuara mbi 120 të drejta, dhe këto drejtat janë autoktonë. Nëse do të gjejmë përkrahje, atëherë do të informojmë të gjitha ambasadat dhe do të kemi mundësi për çështjet që do jemi vendimarrës dhe do të shohim se nëse do të gjejmë përkrahje pozitive në këto elemente, atëherë do bëjmë përpjekje të gjitha këto padrejtësitë që janë aktualisht dhe që po ndodhin, të mirë studiuara, atëherë ne do t'i drejtohemi institucioneve ndërkombëtare për gjithmonë në aspektin juridik të faktizuara, të materializuara,
për t'i ndihmuar proceset me shumë vullnet, me butësi dhe me shumë zgjuarësi. Thjesht kam bindje se nga ky institut do ndryshoj komplet pamja e kombit shqiptar. Jo rastësisht promovimi që e bëra në qendër të Shkupit me përkrahjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Europës, sepse këto janë dy shtilla bazë që ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm për arsye se do është edhe fokusi. Fatkeqësisht linja dhe rima të ndryshme nuk ja duan të mirën këtij vendi dhe ka një defokus të formave të ndryshme, për arsye se ata insistojnë që të japin kaje të tjera dhe ne do të jemi shumë decid përse përket këtyre çështjeve, por gjithmonë nëpërmjet punimeve shkencore, kumtesave, studimeve, të argumentuara pro dhe kontra në nivelin kombëtar dhe në nivelin ndërkombëtar. Unë vetëm po ta marr këtë çështjen pozitive për ta materializuar idenë. Ja, për shembull, ne kemi zgjedhjet aktualisht, zgjedhjet lokale, që do të mbahen më 19 tetor, dhe mund ta paramendoni tash çfarë ka ndodhur nga KQZ-ja. I ka futë në antarësim ose në kryesi të zgjedhjeve lokale, profesor, mësues dhe të tjerë. Dhe nga ana tjetër tash çfarë ndodh në praktik? Nxënësit humbin mësimin, studentët humbin mësimin sepse pedagogët kanë angazhuar, që bien kundërshtim me të drejtën e administratës sepse ato janë pjesë akademike dhe shkencore. Dhe nga ana tjetër ideja do të ishte sikur të angazhonin një 10.000 student, do të kishin kohë më të lirë, do të specializonin në lëmin e zgjedhjeve dhe nuk do të pengoheshte institucionet, sepse gjitha institucionet janë të bllokuara dhe shërbimet nuk u bëhen në qytetarëve. Ne kemi këto mirë studiuara, këto mangësitë institucionale, dhe thjesht konkretisht do dalim me këto përmbajtje, që më vonë do ta japim edhe subjekteve politike, të cilët duhet të përmbahen në këto pikat bazë që ne kemi të studiuara. Profesor, do ndalem edhe pak edhe një herë tek çështja e ekonomisë. Rreth asaj rrotullohet gjithçka dhe prandaj ajo i ka detyruar edhe shumë që të shikojnë mundësi të tjera. Çfarë mendoni konkretisht, ku do ta nisni për çështjen e ekonomia dhe politika, dy anë të njëjtës medalje, por pak të parën edhe ajo dyta nuk di këtë bëmë përpara. Është fakt sepse dhe shumica këtu janë edhe shumë të interesuar të dinë më tepër. Është fakt se procesi i padrejësive që po ndodh aktualisht në Maqedoni nuk është procesi politik, për arsye se politika janë jashtëzakonisht aktiv dhe bëjnë veprimtarinë e tyre. Mirë po është qëllimi paraj. Do shihni Maqedoninë e Veriut, në aspektin publik shqiptarët akuzohen se subjekte ndryshme se kanë krijuar krime ekonomike e kështu me radhë, dhe nga ana tjetër të dhënat nga terreni flasin se shqiptarët në kapitalin e shtetit të Maqedonisë së Veriut bëjnë pjesë vetëm me 2.8%. Domethënë pjesa tjetër komplet të takon palëve tjera. Dhe pikërisht ne do të argumentojmë sepse nuk jemi pjesë e kapitalit ekonomik mbas të asaj që ne veprojmë. Ja, për shembull, Ministresha e Financave në muajin korrik dhe shtator doli dhe tha se brenda për një muaj buxheti i shtetit është mbush me diviza përse përket rezervave shtetërore me 4.2%. Domethënë komplet është e kompletuar nga diaspora shqiptare dhe nga ana tjetër ato para nuk investohen në Maqedoninë Veriut Perëndimore, po ndodh e kundërt. Ne kemi gjitha këto të faktizuara. Prandaj pjesa e parë e zhvillimeve ekonomike i ka të mirë studiuara këto fenomene. Ne do vetëm do t'i përfilojmë në pikë të caktuara dhe do të kemi marrëveshje. Hapi i parë do të bëhet marrëveshje me odat ekonomike të Republikës Kosovës, të Shqipërisë, Kroacisë, Slovenisë. Ja me 17 tetor të këtij muaji do të jem në Kroaci, nga të cilët do të kemi atje marrëveshje dhe bashkëbisedime të tilla përse përket çështjeve ekonomike. Dhe pjesa tjetër që mos harroj ta them, që është shumë bazike për mua dhe motivimi i bazë, ne jemi pjesë e NATO-s. Dhe NATO është një organ ose institucion më madhor përse përket sigurisë, mirë po ka dhe karakter ekonomik. Ne vetëm disa prodhime që bëjmë, një nga këto lëmit, vetëm mbledhjen e pemëve dhe perimeve që t'ja ofrojmë NATO-s për formën e ndryshme të fabrikimit të këtyre çështjeve, ose larjen e tankeve, ose përçuesën ka për shembull në ndecet, ato simeringat në ndecet janë shumë argjush. Ne mund të punsojmë për shembull me marrëveshje 2-3.000 punëtor pas një problem që do të jenë kuadër të studentëve, paralelisht edhe gjatë studimeve do të ofrojmë edhe aktivitete. Kjo është ideja bazë me të cilën njëri nga këto segmente ne do mundohemi që t'u ofrojmë edhe shtetit, por edhe universiteteve, që bashkërisht universitetet shqiptare të krijojnë
Akademinë Ushtarake Shkencore, me të cilën do të kemi shumë mundësi njëra nga këto segmente t'i kapim, edhe pse NATO-ja ofron shumë veprimtari të kësaj natyre. Pra thjesht janë të detektuara, vizioni është i qartë, vetëm do të kërkojmë për kraje. Unë tregoja ditën që e bërëm hapjen solemne të institutit, i ftova shumë kompani të ndryshme, sigur ishin të friksuara sepse po kërkojnë para, i kishin lodhur duke kërkuar para. Ky institut, pra mund ta shihni, nuk është institut që kërkon, ne nuk do të kërkojmë asnjëherë ndihmë nga kompanitë, po përkundrazi ne kompanive do ofrojmë dituri, njohje dhe zhvillime për këto projekte, pse mos përfundojmë edhe një bankë kombëtare shqiptare, e cila mund të ndodhë me kapitale të ndryshme, që është shumë e nevojshme, sepse kur Serbia mund të krijojë një bankë serbe në Maqedoni, pse mos të kemi një shqiptarët një bankë shqiptare. Këto janë procese që nuk dua gjitha t'i publikoj, mirë po ja për shembull, tu që kemi dhe ngjarjet e grupit punues, pra shkencë, inovacion, që drejt përse drejti ka të bëje me dijen dhe progres në shërbim të së ardhmes. Pra thjesht do bëjmë mënyrën e analizës, sepse po të shihni ju çështjet e kapitalit shtetëror, qarkullimin që e bëjnë komunat, vetëm 10% deri 9% zhvillohet në komunat, nësa pjesa tjetër komplet i kalon qendrës dhe kemi një ligj të centralizuar që nuk e ka asnjë vend i Ballkanit, dhe kjo është problemi i bazë. Po ashtu, për sa përket investimeve brenda komunave në Maqedoninë Perëndimore ku administrohen nga shqiptarët, shumë pak ka investime për sa përket paratë të qytetarëve që ata taksa që ata paguan. Dhe nga ana tjetër do të shohim gjitha projektet brenda këtyre 5 viteve, por edhe 10 viteve ka studime që janë të studiuara, për sa përket projekteve ndërkombëtare, shqiptarët vetëm me 2.8% kanë mundur që të përfitojnë nga ato projekte. Dhe ne kemi studiuar dhe shohim cilat janë shkaqet. Ka centralizim nga pushteti qendror që nuk i lejon përfaqësimin e këtyre projekteve të bëhet nga shqiptarët, apo ka dobësi që ne nuk jemi aktiv dhe nuk arrim që t'i përpilojmë dhe për të rrithim më shumë projektet që kanë bëjnë me çështjet ekonomike, mirë po që mund të ndihmojmë dhe të zhvillohet procesi ekonomik. Pra këto dhe shumë elemente të tjera janë shumë bazike, ne kemi vizionin e qartë, por dal nga dalë të gjitha do t'i jetësojmë dhe do të kemi mundësi që të ndryshojmë mendsinë, që të ndryshojmë konceptin e sigurisë, dhe nga ana tjetër po ashtu dhe të mund ta themi se cili është synimi që ju pyetet. Demokracia është sistem shumë aktiv dhe çdo ditë duhet të forcohet dhe mbrohet. Dhe ne synim do ta kemi dhe organizimin e të gjitha shoqatave dhe shoqërisë civile të krijohet një union i përbashkët, nga të cilët do t'i shprehim të gjitha ato pakënaqësitë eventuale që shqiptarët të flasin në një zë, po paralelisht me zërin e politikës që të jemi një opozit politike përse përket kajs, por gjithmonë në aspektin shkencor, akademik, të kumtesave, të rinjve dhe kështu me radhë, po ashtu dhe intelektualët dhe të studiuesit e rinj të cilët janë pa punë, ne do t'i ofrojmë atij të gjithë, dhe nga të gjithë ne do të krijojmë veprimtari, nuk do të lejojmë ne që studentët ekselent me 10.00 të punojnë në hoteleri ose të jenë në për agjencione të ndryshme të shesin bileta e kështu me radhë, por thjesht të studentë që ne do t'i bëjmë ati në qendrën tonë, ne do t'a ofrojmë edhe kompanive, edhe në nivelin e brendshëm, por edhe në nivelin e jashtëm, të paktën të kemi një koordinim se kush për çfarë ka nevojë dhe çfarë duhet të ndihmohet në zvete. Profesor, ju thatë pak më lartë që shqiptarët të flasin në një zë, por të flasin gjuhën shqipe edhe në institucionet e shtetit. Nuk është problemi se shqiptarët nuk e kanë pasur rastin që të flasin në një gjuhë dhe në një zë. E kam fjalën, duhet ndalen tek platforma për gjuhën, pra se debatet pothuajse nuk ka asnjë që mos i kthejë debati për gjuhën. Përse përket gjuhës apo të drejtave natyrore, siç njihet ndryshe, në çdo shtet respekton konventat ndërkombëtare përse përket ligjeve natyrore, siç është ligji i shprehjes dhe ligji i gjuhës anëtare, jo që flasin. Me gjuhën shqipe kemi folur me shekuj dhe të ta flasin sa tjetë një shqiptar i fundit. Mirë po qëllimi është që të flasin institucionet në gjuhën e tyre dhe pikërisht këtu nuk do të më trajtohet me përqindje, për arsye se ne themi se pse gjuha shqipe është të kufizuar, dhe nga ana tjetër nuk kemi bërë asnjë veprim juridik që të kërkojmë të drejtën e autoktonisë
së gjuhës shqipe, sepse gjuha ose lejohet ose nuk lejohet. Pra, pikërisht, dobësitë juridike nga ana e palës shqiptare është pikërisht fajësia tek ne, për arsye se trajtimi i luftës së parë, i barazisë elementare që jep natyra, do të thotë që do të fillojë nga gjuha, nga paraja, apo leku siç një ndryshe, dhe këto do të krijojmë jurisdiksionin me të cilën do të faktizojmë provat dhe argumentet, po ashtu nëse do të ketë nevojë, do drejtohemi edhe institucioneve ndërkombëtare më të larta për sa këtë padive të ndryshme ose jo çështjet e Komisionit të Venecia, siç e bën shteti aktual në Maqedonisë, për arsye se tu ka një gabim elementar. Trajtohemi minoritet, po ne kemi disa herë dhe me ju bashkë kemi potencuar se autoktonia përmban disa elemente që ne kemi përmendur, siç është pozita gjeografike, pozita historike, juridike, komunale kështu me radhë, që gjitha ato ne i posedojmë. Mirë po, fatkeqësia fillon nga këtu se për këtë që ne flasim, aspekti kushtetues, pra shqiptarët në Maqedoni nuk kanë letër njoftimi kombëtar dhe letër njoftimi pronësie, qoftë gjyqësore, qoftë kombëtare. Dhe ne do të pretendojmë që të lexojmë gjendje faktike dhe të propozojmë që kjo gjendje faktike të jetë edhe në aspektin kushtetues, sepse aktualisht kushtetuta në trajton si jashtë kushtetues, apo mund ta thonë se një fëmijë nga momenti që lind pajiset me certifikatën e lindjes, fatkeqësisht ne na mungon certifikata kombëtare. Dhe ne do të përbëjmë përpjekjen me shumë zgjuarësi dhe butësi, por me shumë kumëlsi, që barazia do të jetë 50% përse i përket të drejtave të gjitha niveleve, por nuk do t'i matim me përqindje, por do t'i matim mbas taksave. Sa paguajmë, aq të drejta të duhet t'i kemi. Po, tek ajo autonomia fiskale që ne kemi diskutuar edhe herë tjetër, por kjo është edhe rasti mirë që instituti t'i shkojë edhe kushtetueses me studimin e vet, jo shqiptarë të ndarë, por për çështjen e gjuhës, realitetin që ju e thatë. Ndëgjoni, unë nuk besoj që ka shqiptar që është kundër të drejtës kombëtare, mirë po ka shqiptar që u thënë rrugë ndryshme. Instituti do jetë një rrugë i zërit intelektual, i zërit juridik dhe i zërit politik, dhe do jemi model se gjitha të cilët duan të bëjnë politik, do të mbështeten në shkencë, në inovacion, po ashtu dhe në qëndrime kombëtare. Shpeshherë thuhet edhe në Maqedoni si ku janë intelektuale, ja u bëj ftesë të gjithë intelektualëve se ne jemi pjesë e institutit dhe çdo kush që do të jap nga vetvetja dhe shpirtërorja do të jetë pjesë e institutit dhe këto dikastere do t'i organizojmë në aspektin juridik, në aspektin politik, në aspektin social, në aspektin kulturor. Dëshirë është edhe një problemi më i madh që shumë pak kemi kohë ta flasim ne, për arsye se dihet se vendlindja e Justinianit fillon nga Shkupi ose pjesa e bazë ka të bëjë drejt për së drejti me çështje shumë janë elementare, mirë po ato as që diskutohen. Ne kemi të faktizuar të njëjtat dëmtime që kanë ndodhur aktualisht dhe si duhet që të mbrohen të njëjtat në formën për sa i përket aspektit të arkifakteve dhe të tjerave, të cilat çdo zbulim që fillon bëhet përfundon në çështje të lire. Pra është pjesa e parë. Pjesa e dytë dhe të pretendojmë që të insistojmë të kemi studiues të rinj, të ofrojmë bursa të caktuara nëse do të krijojmë një fond ndërkombëtar për sa përket studiuesve të rinj, që do të jetë drejt për së drejtë të drejtuar nga Vatikani, po dhe pjesa tjetër do të drejtohet edhe nga Stambolli për Osmanlishtën e vjetër, sepse baza dhe realiteti janë qëndron në di qendra dhe të kërkojmë mundësitë që të kemi komunikime me këto di qendra të mëdha dhe dal nga dal të bëjmë të drejtën kombëtare tonën, për arsye se të drejtën kombëtare shqiptarëve aktualisht u shkruajnë të tjerët. Ja vetëm marr një shembull, ne kemi një turbullim edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, sidomos nëpër media, shihni çfarë ndodh, ka lloj turbullimësh dhe çdo kush mendon se është fitimtar apo jo, dhe nga ana tjetër gjithë jemi humës. Ka një rregull në. Nga momenti që mbaron lufta, sillet ligj që mos bisedohet më për luftën dhe të shkruhet në aspektin historik. Ne tash flasim për luftë, flasim për elemente tjera, dhe nga ana tjetër e lejojmë aktualitetin që të jetë ose koha të punojë kundër nesh. Ne i patëm ditët sjenje që ishin në shërbim të interesit kombëtar dhe historik, dhe për krajin që patëm nga SBA dhe BE, dhe nga ana tjetër nuk e kemi shfryzuar maksimalisht as sa patëm mundësi. Tash to përpjekjet tona edhe pse janë shumë më të mëdha, mirë po koha nuk është në interesin tonë aktualisht, sepse geostrategjia politike dhe ndërkombëtare është buzë greminës
dhe kjo na difishon mundin tonë, por sido që t'jetë, të drejtat elementare detyrimisht duhet të mbrohen. Demokracia është sistemi i cili duhet të ushqehet, mbrohet çdo ditë, prandaj dhe i themi ne, të drejtat nuk jepen, nuk durohen, por ata duhet të mbrohen çdo ditë, në çdo moment, dhe gjithmonë duhet të jemi në atë linjën kombëtare, por kësaj radhe do jemi me modalitetet akademike dhe shkencore. Profesor, për ta mbyllur, për ta kuptuar për gjithë, instituti nuk ka kufi në trevat shqiptare. Kjo është qëllimi i themelësisë. Unë shpresoj që miqtë tanë dhe njerëzit dhe studiuesit që i kemi në gjitha hapësirat shqiptarëse janë të gjithë të interesuar, po unë kam bërë një punë të mirë që aktualisht në emër të tyre do jemi së bashku, sepse pasi që do të krijohet një strategji e parë dhe sinimi i parë, do të pretendojmë që nëpërmjet institutit të bëjmë edhe regjistrimin e kombit shqiptar në OKB, parashije se të gjitha kombet janë të regjistruara në OKB, ndërsa kombi shqiptar, flas pa marrë parasysh rrethanat se ku gjendet qoftë në hapësirën gjeografike, dhe të regjistrohemi si të atill, atëherë do të kemi shumë më lehtë që nga OKB-ja të burojnë edhe këto të drejtat e tjera, siç e ka bërë Kroacia, siç e ka bërë Serbia, dhe Serbia u shihni gjithmonë në OKB shumë e fuqishme, parashije se ka regjistruar kombin. Tjetër është regjistroni shtetin, tjetër është regjistroni kombin. Janë dy faktorë me të cilët do të jetë sinimi i përbashkët. Ne kemi diskutuar me shumë kolegë tanë që bashkëbisedojmë dhe bashkë komunikojmë, dhe sinimi i parë besoj që do të jetë një të afërt të cilën ne do të jemi në bashkëbisedim, po ashtu dhe pjesa tjetër do të pretendojmë që të bëjmë ingjizimin e komplet pasurisë kombëtare që kanë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, dhe kemi shumë marrëveshje të cilat në aspektin juridik, jashtë për ta mbyllur unë vetëm ja rastin e Shënaumit. Do shihni te drejta kontraktore ndërkombëtare administrative publike thotë kështu: kur dy palë kontraktuese kontraktojnë me njëra tjetrën dhe eventualisht nëse njëra nga subjektet e marrëveshjes shuhet, atëherë të drejtat e detyrimet i kalojnë palës kontraktuese e cila është gjallë. Dhe në këtë rast, në krahasimin me Shënaumin, Shqipëria është e gjallë dhe do të përse drejtin në mënyrë automatike Shqipëria një kërkesë ta bëjë dhe pronët i rikthehen ose hapen kontestet natyrave të ndryshme, me të cilën ne do t'i argumentojmë në forma të caktuara. Prandaj, për ta thënë më thjesht, pra Shqipëria me një kërkesë mund ta rikthejë? Patjetër, sepse e përcakton e drejta administrative ndërkombëtare publike. Do të thonë, kur palët kontraktuese kontraktojnë dhe njëra nga palë shuhet apo vdes, drejtat e detyrimet në mënyrë automatike i kalojnë palës që është gjallë dhe pala e cila merr përsipër. Po këto janë procese që duhet studiohen më mirë dhe do të kemi mundësi që ne këto marrëveshjet, qoftë Londrës dhe marrëveshjeve të tjera, akoma shqiptarët nuk i kanë të argumentuara dhe të arrivuara përse për këtyre përpjekjeve dhe rrethanave, dhe gjitha këto ndodhit besoj që do të jetë një nga elementet bazë me të cilën ne kemi shumë punë në aspektin juridik, por besoni që kemi me qindra tema të mastit dhe doktoratura që përkapin këto elemente, dhe nga ana tjetër gjitha këto tema arrin në arhivat universitare. Dhe ne do t'i nxjerrim gjitha të punimit shkencore dhe do t'i japim karakter publik. Kjo është një tjetër arsye, sidomos pjesa e fundit, për të folur sërish. Profesor, unë të uroj suksese dhe më të mirat, dhe shpresoj të dëgjojmë sërish së shpejti për iniciativa konkrete edhe të bëshme për gjithë, të prekshme, aq më tepër për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, por edhe të gjitha trevat, sidomos edhe diasporën. Të falenderoj shumë, profesor. Faleminderit dhe juve, dhe ju llogarisim pjesë e grupit punues dhe juve personalisht dhe mediator. Me kënaqësi, unë falenderoj shumë.